Përshëndetje të dashur krejpër, mirë se erdhët në leximin e radhës të juaj. Duhet t'ju them që arsyeja pse kam munguar, jam operuar prapë, vuaj nga hernia diskale dhe uroj që kësaj radhe të kem sukses. Dhe sot sikur më mirë po ulem, po qëndroj dhe po bëjmë leximin e fund vitit për ju, para se të bëjmë leximin e asaj vitit që po vje në një përmbledhje, ta them kështu. Po fillojmë me mbretëreshën e shkopive të dashur krejpër, që thotë: keni patur një vit kogja të vendosur në rolin që mban zjarrin ndezur. Ke marrë drejtime, ke udhëhequr situata, ke qenë e fortë, edhe kur s'ke patur luksin, që më shumë kjo duket të lodhesh. Kjo letër flet për karizmë dhe vullnet, por edhe për barrën e të qenit gjithmonë ajo që duhet të di çfarë bën dhe që pretendohet, kërkohet nga ju. Dhe nga kjo forcë e patur, kalojmë në 8 të shpatës. Këtu dele vërteta. Mendërisht je ndjerë bllokuar, edhe pse nga jashtë dukesh ndoshta e sigurt. Për ata që nuk të kanë njohur. Brenda ke pasur dyshime, lufte, mendime që s'të ka lënë dhe të lëvizësh lirshëm. Kjo nuk është dobësi. Është shenjë që ke mbajtur kogja brenda. Pastaj vjen mbreti i monedhës. Kjo të tregon që pavarësisht bllokimeve të dashur, me një farë mënyre duke luftuar për të quar gjërat përpara, ke ndërtuar stabilitet, ke krijuar bazë, siguri dhe ndoshta diçka konkrete keni arritur të zgjidhni, mbi të cilën mund të mbështetesh sot. Viti që po mbyllet nuk ka qenë i lehtë, absolutisht, por ka qenë kogja produktiv. Keni mësuar, keni arritur, keni kuptuar shumë gjëra për veten, dhe për të tjerët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të pranohet në një farë mënyrë. Leximin e mbyllim me 4 të kupës. Këtu është paralajmërimi për vitin që vjen. Mos e lejo lodhjen mendore, ta quaj ashtu, të bëj të verbër ndaj mundësive që po afrohen. Se shikoni me vëmendje këtë letër të dashur, i ka të mbyllur sytë e 4 kupa para sikur nuk i shikon fare. Kjo është ajo, pra të mos lejoni lodhjen mendore, apo të bëj të verbër ndaj mundësive që i ke përpara, apo që mund t'ju afrohen. Jo çdo ofertë do të vijë me zhurmë, jam këtu, por disa gjëra duhet i shohin vetë, t'i kapin vetë. Disa do të duken të vogla, por do të kenë vlerë nëse je e pranishme mendërisht. Gjëra të vogla mund të bëjnë shumë gjëra të mëdha, të dashur, të kemi kujdesin pra, të shikojmë gjërat qartë dhe të mos ngarkohemi shumë mendërisht në vitin që vje, që të mund t'i marrim dhe të kemi sukses më lehtë se që kemi patur këtë vit që jemi duke lënë pas. Pra, nuk të kërkon forcë viti që po vjen, por të kërkon një lloj hapje. Lëre kontroll në aty ku të shërben më. Shih çfarë po vjen, jo çfarë ke kaluar. Forca e vërtet është të dish kur të mbash dhe kur të lësh. Kjo është ajo më kryesore, të paktën për fillimin e vitit që po vjen.